flaka e grave të dijes. Në heshtjen e fshatrave të harruara, ato ngriten gra të guximshme, me dorë të lodhura, me shpirt të zjarrt, duke mbjell shkolla mbi guret e heshtjes, duke mbjell fjalë që nuk kishte asnjë dritë. Dhe lapsi i tyre ishte flak, faqja e bardhë si qielli. Në çdo shkronjë rrithte dora atyre si një yll që thente errësirën. Dhe jo vetëm kundër errësirës, po edhe kundër dorës që sundonte dhe shkelte. Ato ngriten flamurin e dijes, flamurin e lirisë që nuk mund ta shuajnë as kurrë të errta. Dhe çdo fëmijë që hapi syt në klasën e tyre ishte një betejë e fituar, ishte një dritë e ndezur. Dhe çdo grua që mësoi të lexojë të shkruaj ishte flutur që shpërthen. O gra të nismes, ju jeni lumi që rrjedh përmes gurëve, ju jeni era që çliron, ju jeni zëri që nuk mbytet, jeni flaka që nuk ndjek. Dhe përmes duarve tua, lapsave të ngjyrosur me djes, u ngritën shkollat si kështjellat dritës, shkollat që mbajnë emrat e grave të harruara dhe shpirtin e tyre të guximshëm, që nuk pranoj të heshte kurrë. Dhe ju mësuat, jo vetëm të lexoni, por të flisni, jo vetëm të shkruani, por të çlironi, jo vetëm të mësoni, por të shndroni në zjarr, në dritë, në dituri, në libër. Kjo sallë që në kanë dritur dhe fisnikruar si kur më parë, dhe unë jam më së nderuar që jam para jush për të drejtuar këtë ngjarje. Dhe nuk kemi pasur se si ta nisim më bukur dhe më me dashuri këtë ngjarje të veçantë, se sa me këtë poezi nga aktorja jone madhe Safete Rugova, duke nderuar me respektin më të madh ato që na dhanë hapat e parë në jetën tonë. Siç thot edhe poezia, ato na mësuan të shkruajmë, të flasim e të mendojmë si duhet. Unë nuk kam pasur mësuese, por jam rritur me mësues sepse jam biri një veterani të arsimit në komunën e Vitisë. Prandaj ndihem shumë i nderuar që sot jam në mesin e mësuesve dhe mësuesve. Pra të dashura mësuese, të nderuar përfaqësues të institucioneve, i nderuar nënkryetari i Komunës së Vitisë, zoti Hasan Aliu, ish deputeti i Parlamentit të Republikës së Kosovës, doktor Arsim Ademi, kryesuesi i Kuvendit Komunal të Vitisë, Bekim Azizi, drejtori për kulturë, rini dhe sport Valmir Saiti, drejtoresha e arsimit Arta Ajeti, të nderuar dashamirë të fjalës së shkruar dhe mysafir të çmuar, faleminderit që keni ardhur në këtë takim të bukur letrar për të shijuar vepra të reja artistike. Autoren që do ta prezantojmë e njohim mirë edhe nga jeta e përditshme, edhe nga përvoja profesionale, por edhe nga krijimet e saj. Herën e kaluar, në dhjetorin e vitit 2024, para një viti e gjysmë pra, ajo na pati mbledhur këtu për librin e saj 100 bimi mjekësore, kurse sot na ka ftuar për zhanre të tjera, po aq interesante. Zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në prezantimin e veprave të autores Zymrie Salihu, monografisë roli femrës në arsimin shqip në komunën e Vitisë 1950-1980,
dhe 2 përmbledhjeve me poezi në bashkautorësi me të vëllain e saj, Shefki Salihu, Kopshti i ëndrave, dhe përmbledhja tjetër varur në Qengelin e Paqes. Kjo ngjarje e veçantë kulturore, si edhe shumë të tjera më parë, është organizuar nga Shoqata e Shkrimtarëve dhe Krijuesve të Vitis Ramadan Musliu. Andaj në fillim, në emër të kryesisë së shoqatës dhe të kryetarit të saj, Fadil Abazi, për fjalën e hapjes e lus doktoreshën Lirie Aliu. Të dashur musafir, zonja dhe zotrinj. Të nderuar përfaqësues të institucioneve komunale të Vitis, nën kryetari Aliu, kryesuesi i kuvendit zoti Azizi, drejtoresha e DKA-s zonja Arta Ajeti, drejtori i drejtorisë për kulturë, rini dhe sport zoti Valmir Sahiti, ish deputeti Arsim Ademi, gjithashtu edhe kam rastin dhe nderin të përshëndes edhe 2 aktorit tona të njohura të Kosovës, zonjën Safet e Rugova dhe Kumrije Hoxha, për të cilat secila nga ne kemi momentet më të bukura kur i kemi parë në televizion apo në drama që janë shfaqur. Me të vërtet keni sjellë një nostalgji të papar këtu, edhe një atmosferë komplet tjetër. Në emër të shoqatës së shkrimtarëve dhe krijuesve Ramadan Musliu në Viti, kam nderin dhe kënaqësinë t'ju uroj mirëseardhje në këtë ngjarje të veçantë kulturore dhe shkencore, kushtuar promovimit të librit Roli i femrës në arsimin shqip në komunën e Vitis gjatë viteve 1950-1980. Të autores son të respektuar zonjës Zymrie Salihu. Njëkohësisht, pranoni përshëndetjet më të përzemërta të kryetarit të shoqatës zotit Fadil Abazi, i cili për shkak të një angazhimi të papritur dhe të paevitueshëm normalisht nuk pati mundësi të jetë në mesin tonë. Sot nuk po promovojmë vetëm një libër, sot po nderojmë një periudhë të rëndësishme të historisë sonë arsimore dhe shoqërore. Në faqet e kësaj vepre janë pasqyruar sakrificat, përkushtime dhe puna e grave shqiptare që në periudhën 1950-1980 mbajtën gjallë frymën e arsimit shqip dhe kontribuan fuqishëm në emancipimin e shoqërisë sonë kosovare. Një respekt i veçantë u takon grave personazheve të këtij libri, mësueseve, edukatorëve dhe veprimtarëve që me punën e tyre edukuan breza të tërë dhe u bën bartëse të dijes, shpresës dhe identitetit tonë kombëtar. Të nderuar të pranishëm, zonja Zymrie Salihu tashmë ajo e dini ka përfunduar fakultetin e shkencave matematiko-natyrore dhe ka fituar titullin profesoreshe biologjisë. Ajo ka ushtruar detyrën e zyrtarës së lartë për mjedes në drejtorinë e urbanizmit të komunës së Vitis. Edhe prej shumë vitësh është angazhuar të masën e jetën kulturore, arsimore dhe shoqërore të komunës sonë. Si shkrimtare, autore dhe veprimtare kulturore, ajo ka ndërtuar tashmë një profil të respektuar në komunitetin tonë. Krahas librit që po promovojmë sot, ajo sot sjell para jush edhe 2 vepra të tjera, të cilat pasurojnë krijimtarinë e saj dhe dëshmojnë përkushtimin e vazhdueshëm të fjalës së shkruar. Për vlerat e tyre, normal do të flasim më gjërësisht recenzentët e këtyre librave. Për ne, në shoqatën e shkrimtarëve dhe krijuesve Ramadan Musliu, Zymrie Salihu ka një vend veçantë. Si bashkëthemeluese dhe sekretare e shoqatës, ajo ka qenë ndërshtylla dhe është ndërshtyllat kryesore të organizimit dhe zhvillimit të aktiviteteve tona kulturore. Me seriozitetin, përkushtimin dhe dashurinë për librin, ajo ka dhënë një kontribut të çmuar në afirmimin e kulturës dhe krijimtarisë në komunën tonë. Opusi i saj krijues përfshin edhe vepra shkencore, hulumtuese, monografi dhe përmbledhje poezish, si Emblema e një mbrezi, libër në bashkautorësi e botuar në vitin 2017, Kopshti i ëndrave në bashkautorësi me vëllain e ndjer Shefki Salihu 2011, ndërsa tani është në ribotim. Varri në Qengelin e Paqes, libër me poezi e publikuar në vitin 2024. 100 bimë mjekësore, libër studimor dhe praktik, mbi bimet mjekësore i botuar pashtu në vitin 2024.
Gjenerata e sfidave të kohës, botuar në vitin 2020, një libër kushtuar gjeneratës e viteve shkollore 1976-80 të qendrës shkollore Boroj Ramizi, tash Kuvendi i Lezhës në Viti, duke dokumentuar sfidat e arsimit shqip të asaj periudhe. Më pas, Jakub Jahiri, një jetë për shtet ndërtimin e Kosovës. Libri monografik që Zymrije Saliu ka botuar në bashk autorsi me zotri Samet Dalipin. Zgjuar jam, për mbledhje me poezi, Prishtinë 2026, si dhe shumë të tjera në dërshkrim dhe pothuajse fare në përfundim, si ato nga ana ulëmtuese, por edhe 2 monografi të tjera të femrave në arsim në periudha të caktuara kohore dhe një tjetër për gratë pishtare edhe në mjekësinë vitjase. Prandaj sot, duke promovuar këtë vepër madhore të saj, ne nderojmë jo vetëm autorën, por edhe studiusën, veprimtaren dhe gruan që ka ditur të dokumentojë mirë një pjesë të rëndësishme të historisë sonë arsimore dhe t'u alër trashëgim brezave që vinë. Të nderuar pjesëmarrës, le të jetë ky promovim një homazh për gruan shqiptare, për mësuesen shqiptare, edhe për të gjitha ato personalitete që kontribuan në zhvillimin e arsimit shqip në komunën e Vitisë. Në fund, në emër të shoqatës së shkrimtarëve dhe krijuesve Ramadan Musliu, shpreh mirënjohjen më të thellë zonjës Zymrije Saliu për këtë vepër dhe për kontributin e saj të çmuar në kulturë, arsim dhe letërsi. Urime Zymrije, ti që me aq mjeshtri lidh rrënjët e shkencës së biologjisë me degët e lullzuara të poezisë, e na dhuron dokumente e vepra me peshë që do të mbeten sigurisht në vulën e historisë. Me besimin e plot se frymëzimi juaj është i pashtershëm, presim që prana juaj të vazhdoj të pikoj vlerë, art dhe histori edhe me vitet në vejem. Shëndet dhe dritë në krijimtarin tuaj. Gjithashtu urime për të gjitha gratë që janë pjesë e kësaj monografie. Ju lumt dhe faleminderit edhe një herë për pranimin tuaj. Shëndet. Faleminderit shumë profesoresh për këto fjalë miradije për mësueset dhe për krijimtarin tonë letrarin përgjithësi. Sigurisht një mbështetje të madhe kulturës po japin edhe autoritetet lokale. E lusë nën kryetarin e komunës së Vitisë, Hasan Aliu, për një fjalë përshëndetëse në emër të institucioneve të komunës. I nderuar kryesuesi i Kuvendit Komunal, drejtorat drejtorive komunale, jo zonja të respektuara të cilët sot, jo që ja pas i dhonë jeshin kësaj sale ku ndoshta edhe Vitisë, në këtë masovitet, shumë të respektuar ish 2 kryetarë të komunave, zotin Samet Dalipi dhe Musa Misini që po i shoh, edhe si bashkë veprimtar të Zymrijes, po edhe si udhëhes institucioneve komunale, i respektuar ish deputet i Parlamentit Republikës Kosovës, ju kolegë dhe kolege të Zymrisë. Gjithherë kam fjalën për këta të cilët mirën me shkrime, dhe më lejoni krejt në fund që në emër të institucioneve 2 përshëndetjet veçanta. I ndajta kësaj radhe, një për autorën Zymrije Saliu, që me një dorë trokitje du ta përshëndes nga nga juaj, dhe 2 artistet, unë po i quajt kombit, që na kanë bon derë që sot të vizitojnë Vitin dhe jënë këtë promovim, faleminderit, respekt shumë për to. Megjithatë, politika ndoshta mas pakti ka vend sot, në këtë vend, me këtë masovitet, dhe ma tepër duhet i lëm hapësirë recenzentëve dhe autorës të cilët me të vërtet ka sot po del me 3 libra, po aja që mboni përshtypje më shumë është roli i femrës në arsimin shqip, vitet 50-80. Por me gjithatë edhe politika e ka të veten. Një kolegi imi e posh këtu, një shok i rritës ime, dikon vitin 96 e kishëm në Remnik një tërëz edhe gjatë fjalimit vete pëtën, tha, qka me shka e të morë një shok, tha jem të morë me poezi.
tha, po shka po shkruan, tha, pik për pik arte politikë. Pra ndaj edhe politika e ka atë vetën. Dhe kjo citati dhe mësh me metit, adin mes, por i morën kësaj radhe nga ona ime. Pra ndaj kretë në fund, në mënë institucionëve ju përshëndes gjithve, zëmërijës shnetë dhe suksese në veprimtarin e vetë të matutjeshëm të dhonjes, të librave, të radhës, edhe të poezijës, po të hulumtimeve tjera të cilët po i bonë edhe të aspektit mjekësor, po edhe të aspektit të hulumtimit, zhvillimeve të etapave të shoqërisë në komunën tonë. Respekt, faleminderit për gjithë. Faleminderit shumë nën kryetar. Autoria Saliu për të realizuar idetë e saj dhe për t'i ofruar tek publiku, natyrisht është konsultuar dhe ka bashkëpunuar ngushtë edhe me njerëz të tjerë profesionistë të fushës. E lus tani redaktorin e kësaj monografie, Dr. Samet Dalipi. Nderuar zymrije, të falenderit mas pari ty që ke krijuar kushte dhe rrethona të tilla që të dubosh sot një auditorium shumë të respektuar, të them një auditorium që i cili ishte drita e shoqërisë tonë, e cila në kohrat më të vështira ju gjet popullsisë në ilimunizmin e shoqërisë shqiptare atëherë të shumë të mbrapambetur. Të nderuara dhe të nderuar veteranët e arsimit shqip në viti, të nderuar dashamirë të librit. Unë jam shumë i nderuar dhe i kënaqur që sot kam rastin e shkas është bën zymëria që sot ta marr fjalën dhe të paraqitem para jush. Unë do të tërhiqem nga fjala ime të cilën e kam thënë në emër të redaktorit të librit dhe do t'i them disa fjalë tjera të cilat shpresoj do t'jenë nxitse edhe për ju tjerët të merreni me këtë veprimtari sepse kësaj lëm trashëgimi për brezat e ardhshëm. Të shkruash një libër për mësuesit, veteranët e arsimit, por edhe për ata të cilët janë e nuk janë më në mesin tonë, është një ide e mrekullueshme sepse ai reflekton urtësi, përvojë dhe histori që mund të frymëzoj edukatorët, nxënësit, studentët dhe mosën e gjerë të shoqërisë mbi rolin e tyre ilimunist dhe altruizmin e treguar me dekada ndaj shoqërisë të cilës i shërben. Për të ofruar këto që thash më lartë, Zymëria Saliu është përpjekur të ndriçojë rrugën e tyre nga vitet e hershme të mësimdhënies deri në kohën për arsye të ndryshme ka ndërprerë këtë mision njerëzor, duke theksuar sfidat, arritjet dhe momentet kyçe të veprimtarisë së tyre. Bindjet e tyre mbi edukimit ata bartën tek fëmijët duke krijuar përvoja të cilat evoluonin me kohën e duke formsuar e përparuar praktika burimore të mësimdhënies. Ato luan një rol në mentorimin, nëpërmjet udhëzimit e të nxitjes së nxënësve, por edhe të mësimdhënësve të rinj mbi arritjet në botë, duke shtuar kështu numrin e atyre të cilët mësonin shkencën si dritare për zhvillimin e shoqërisë. Këta si presë edukative e arsimor ndikuan tek gjenerata të tëra nxënësish në përqafimin e ndryshimeve teknike e teknologjike për zhvillimin e shoqërisë, ndërtuan kurrikula dhe metoda të mësimdhënies duke lënë trashëgimi e praktika të qëmueshme për brezat. Zymëria përmes këtyre shkrimeve të sintetizuara në këto periudha që i thash ka arritur me përpjekje të mëdha të qetë në dritë një të kaluar të ndritshme të angazhimit dhe përkushtimit të një plejade të tërë të mësuesve për emancipim shoqëror e kombëtar, si bazë për finalizimin e shtetësisë së Kosovës. Unë nuk dua këtu të shpaloj ndërtimin strukturor të librit, sepse librin do ta keni në duar dhe fjala e redaktorit është e publikuar në libër, por dua të ndalem tek roli i individëve në të shkruarit për grupet apo individët në shoqëri të cilët patën ndikim në emancipimin dhe zhvillimin shoqëror. Secili nga ne kemi mundësi të bëjmë një hap në këtë drejtim.
Shoqëria jonë ka njerëz të atill për të cilët mund të shkruhet një punim apo përmbledhje. Ka edhe individ të cilët mund ta bëjnë këtë. Vetëm duhet pak qëndrim më gjatë pranë makinës shtypse, shkruese, më pak qëndrim në kafene e ahengje e pak kohë më shumë në hulumtimin të personaliteteve e komunikim me qytetarët, ashtu siç e ka bërë Zymria në këto 5 vite sa i ka marrë kohë në shkruarjen e këtij vëllimi të parë, e cila do t'i ketë edhe dy vëllime tjera. Nuk po sugjeroj të shkruhet për ata të cilët duke e meritojnë, por për ata të cilët ishin të veçantë dhe mbi mesatarën e kolegeve e bashkëpunëtorëve në fushat të teknikës, arsimit, shkencës, artit, kulturës, sportit e tjera. Me këtë logjik, ne lëm një trashëgimi dhe një përshkrim të kohës për gjeneratat e ardhshme. Nëse nuk e bëjmë këtë, ne tregohemi se ishim neglizhent, ignorant, si shoqëri e sidomos ajo e cila e konsideron veten elit. E autoria e librit të cilin po e promovojmë sot, la një vepër kapitale për gjeneratat të sotmen e të ardhmen, duke ofruar material bazik, pra material fillestar që për këto mësuese e mësues të zgjeroni hulumtimin e të kompletoni zymrien, duke i kontribuar pasqyrimit të fatit e të fakteve të kohës me të gjitha peripetit me të cilat kjo gjenerat ishte ballafaqur. Ju falenderoj shumë, zymriet, falenderoj dhe shumë shëndet ty dhe suksese tjera. Faleminderit shumë, profesor. Zakonisht mësueset dhe mësuesit po japin fjalën të tjerëve, por me dëshirën e autores, sot do të japim ne fjalën juve. Nëse dikush nga mësueset dëshiron të flasë, pak fjalë ndoshta sepse është edhe nxehtë për shkak të kohës. Profesoresha Aisha, urdhroni, me respekt. Përshëndetje për të gjithë të pranishmit, e përshëndetje veçantë për autorin e librit me titull Roli i femrës në arsimin shqip në komunën e Vitis gjatë viteve 1950-1980. Dhe një përshëndetje veçantë për 2 aktorët tona të njohura që gjithmonë na disponojnë. Të nderuar pjesëmarrës të këtij eventi, arsyeja pse jemi këtu tash veç po dihet, është promovimi i këtij libri që me shumë vullnet, mund e sakrificë e shkroi zonja Zymrie Salihu. Prandaj e falenderojmë shumë sepse nuk e la punën tonë të filluar që nga vitet e 50-ta e deri në vitet e 90-ta që ta mbuloj pluhuri i harrisës. Të gjitha personazhet e këtij libri janë dëshmi e një vullneti të paparë për të arritur diçka në arsimimin e gjeneratave të reja e sidomos të femrave. Libri i Zymrisë është një dritare prej nga gjeneratat e ardhshme do të shohin se në çfarë kushte e rrethana punuam ne. Zymria, po e bëj një krahasim kështu. Zymria, sikurse bleta që mbledh nektarin e luleve për të krijuar mjaltën që është më së nevojshme për shëndetin tonë, mblodhi dëshmi e fakte për ne të gjitha që jemi të përfshira në këtë libër. Mbrojtëm shkollën shqipe jo me anë, por me ditar në dorë, sepse ditari për ne ishte i shejtë si Bibla e Kurani. Libri i zonjës Zymrie, pas që ka një vlerë letrare, ka edhe një vlerë historike, sepse paraqet një periudhë kohore që është histori në vete. Një rilindas i uni ka thënë, gruaja edukon familjen, familja edukon shoqërinë, e shoqëria edukon shtetin. Kjo thënie ishte lajtmotiv kryesor për Zymrinë dhe për hartimin e këtij libri. Zymri, të falenderojmë shumë për jo vlerësimin, po mbi vlerësimin e punës sonë. Të urojmë shëndet, fat dhe suksese në të ardhmen. Të falenderoj.
Faleminderit shumë, profesoresh, për këto fjalë dhe për kontributin tuaj e të gjithë punonjësve të arsimit për dekadat e tëra. Në vazhdim, po mësuesja Halide Mustafa, po ashtu dëshiron të flasë. Po patjetër, Halide. Përshëndetje për të gjithë të pranishmet këto. Të nderuar të praneshëm, autor, krijues dhe dashamirës të arsimit e të kulturës shqipe, është një nder dhe emocion i veçantë për mua të jem sot këto, në promovimin e këtij libri që i kushtoi një teme kaq të rëndësishme, rolit dhe kontributit të femrës në arsimin shqiptar në komunën e Vitis gjatë viteve 1950-1980. Ky libër nuk është vetëm përmbledhje kujtimesh dhe faktesh historike, ai është një dëshmi e punës për kushtimin dhe sakrificës së shumë grave e mësimdhënësve shqiptare, të cilat me dashuri dhe përgjegjësi hapën rrugën e dijes për breza të tërë. Ndihem e privilegjuar që një pjesë të këtij rrëfimi lidhet edhe me jetën time dhe me vitet e punës sime në arsim. Ato vite ishin një mision, jo vetëm profesion. Çdo fëmijë që mësonte të lexonte dhe çdo nxënës që hidhte hapat e parë drejt dijes ishte një shpresë për të ardhmen. Sot, kujtuar atë kohë, u jemi minjos të gjitha grave që kontribuan në arsimin shqip, sepse ato nuk dhanë vetëm dije, por edhe dashuri, kulturë dhe besim në vlerat tona kombëtare. Falenderoj autorën e këtij libri, Zymrie Saliu, e cila e ka trajtuar këtë kujtesë dhe ka vlerësuar rolin e femrës shqiptare në historinë e arsimit. Të lumë Zymrie, pas shëndet e fat. Mos të jetë ky libër vetëm një kujtim i së kaluarës, por thirrje e fuqishme për të ardhmen. Le të na kujtoj çdo hap drejt dijes dhe një hap drejt lirisë dhe çdo sakrificë e bërë për arsimin është një dritë që nuk shuhet kur. Brezat e rinj do ta mbajnë gjallë këtë trashëgimi, duke quar më tej me guxim, për kushtim dhe dashuri për vendin, sepse vetëm duke besuar fuqishëm në dijen dhe vlerat tona, mund të ndërtojmë një të ardhme më të ndritur për të gjithë. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë, kam një klasi shumë të veçantë që jam këtu në mesin e juaj. Së pari, jam rrit në një familje dhe nga një nënë që jetën ja ka kushtu arsimit, e në anën tjetër punoj, veproj e rrugtoj me gra që vinë pothuajse nga njëjti rrugtim me ju. Kam një klasi shumë të veçantë që jam këtu në përurimin e 3 librave të Zymries Saliut, e cila në radhë të parë nuk është për mua vetëm një shkrimtare dhe intelektuale, por realisht është një grua që ka qenë pjesë e çdo etape time jetësore. Prandaj unë sot jam këtu, jo vetëm për me festu për 3 librat e saj, por realisht jam këtu për me festu për gruan e mirë që është ajo dhe për gruan e cila me butësinë e saj din me lënë gjurmë në zemrën e secilit prej nesh e mbi gjitha në zemrën time. Faleminderit shumë e të paqen të tillë gjithmonë. Tani do ta lexoj një poezi të autorës Zymries Saliu nga libri Kopshti i ëndrave. Vargje për jetën. Ëndrat I kishin të njëjta, gëzimet, zhgënjimet, shpresat për jetën. Bashkë kishin çdo kund. Të kaluarën e rënd nuk e dua. Nuk dua ta kujtoj. Nuk dua të ndeshem me realitetin. Shpirtin e rënduar të harroj. Fëmijërinë e kujtoj si të lumtur.
adoleshencën pa përcaktim, rinin e kisha me vuajtje, pjekurin gjithashtu e pleqërin e dua ndryshe. Shpesher edhe kam gabuar, e me këto vargje thash diçka për vetën, 1990. Faleminderit. Vesh një sqarel të poezia, se poezia është e vëllau tim, po është në librin që jemi bashkëautor, është poezia e Shefkiut. Faleminderit. Faleminderit, Katrin. Ishte pra Katrin Lohaj, nën përcjelljen me piano nga profesor Mustaf Lamadari. Tani do të trajtojmë përmbledhjen me poezi Kopshti i ëndrave, të cilën Zymria Saliu e ka në bashk autorsi, siç tha me të vëllain e saj, tashmë të ndjer Shefki Saliun. Për fat të keq, redaktori dhe recensuesi nuk janë më në jetë, prandaj me kënaqësi e lus Magjistër Ardian Haziri për një vlerësim dhe shtjellim të kësaj vepre. Përshëndetje për gjithë pa dallim. Kumtesa ime titullohet Liria, kujtesa historike dhe universi simbolik në vëllimin poetik Kopshti i ëndrave të autorëve Shefki dhe Zymrie Saliu. Në letërsinë bashkëkohore shqipe vazhdon të mbetet e pranishme prirja për ta konceptuar poezinë si hapësirë të ruajtjes së kujtesës historike, të identitetit kombëtar dhe të përvojës individuale. Në këtë kontekst vendoset edhe vëllimi poetik Kopshti i ëndrave i Shefki dhe Zymrie Saliut, një përmbledhje që ndërton një dialog të vazhdueshëm ndërmjet së kaluarës dhe së tashmës, ndërmjet historisë kolektive dhe përjetimit personal. Vepra paraqet një univers poetik ku liria shfaqet si kategori qendrore estetike dhe ideore, ndërsa historia, atdheju, dashuria, malli, arsimi dhe shqetësimet shoqërore funksionojnë si shtresa tematike që e pasurojnë strukturën semantike të tekstit. Poezia nuk kufizohet vetëm në evokimin e së kaluarës, por synon ta shndrojë kujtesën në vedije kulturore dhe kombëtare. Bërthama ideore e vëllimit është liria, e trajtuar jo vetëm si kategori historike e politike, por edhe si vlerë etike, shpirtërore dhe identitare. Kjo dëshmohet veçanërisht në ciklet Pa e pa lirin dhe Liria me lule dhe diell. Ku liria konceptohet si rezultat i sakrificës historike dhe si aspirate pandrëbërë e individit dhe kolektivitetit. Në këto cikle, liria nuk paraqitet si një gjendje e përfunduar, por si proces i vazhdueshëm i vedisimit kombëtar. Përmes këtij këndvështrimi, autorët e vendosin përvojën historike shqiptare në qendër të ligjërimit poetik, duke e kthyer poezinë në një formë të kujtesës aktive dhe të përgjegjësisë qytetare. Veçanërisht, domethënë se është poezia udhëtim nëpër kohra, ku realizohet një lëvizje simbolike nëpër epoka të ndryshme historike. Vargjet dëgjova ninullën e nënës për zafën, e pash shpatën e gjergjët në kruj, historinë e lexova në përkaz. Krijoi një itinerar poetik që bashkon mitin, historinë dhe realitetin bashkëkohor në një tërësi të vetme kuptimore. Rozafa simbolizon flijimin, shpata e gjergjit rezistencën kombëtare, ndërsa prekazi përfaqëson vazhdimsinë moderne të idealit të lirisë. Këto figura nuk paraqiten thjesht si elemente historike, po si shenja kulturore që mishojnë sakrificën, rezistencën, lirinë dhe vazhdimsinë e identitetit shqiptar. Në këtë mënyrë, poezia fiton funksion memorial, duke krijuar një lidhje organike ndërmjet brezave dhe duke e shndruar historinë në pjesë të vetdijes politike. Përveç dimensionit atdhetar, vëllimi shpalos një gamë motivesh lirike që lidhen me jetën emocionale të individit.
Kujtimi, dashuria, rinia dhe nostalgjia përbën një shtresë të rëndësishme të poetikës së autorëve. Në poezinë Mbrëmje e kujtimeve, kujtesa ndërtohet përmes imazheve të pritjes dhe të rikthimit emocional. Atmosfera e krijuar nga vargjet, turma njerëzish nëpër rrugët e qytetit, të pash afër në një kënd të pritjes, e shëndron mbrëmjen në simbol të reflektimit dhe të rikthimit në kohën e përjetimeve të dikurshme. Këtu kujtimi nuk është vetëm rikujtimi së kaluarës, por formë e mbjetesës emocionale të saj në të tashmen. Në një vend të veçantë, zë gjithashtu poezia e kushtuar mësuesit, ku përmendet abetarja, mësimi i matematikës, dashuria për atë dhejun e lirin. Aty arsimi paraqitet si bartës i identitetit kulturor dhe si garancie e vazhdimësisë kombëtare. Kjo shtresë tematike jep veprës një dimenzion të qartë edukativ dhe kulturor. Poezia Kopshti i ëndrave, e cila jep titullit gjithë vëllimit, mund të konsiderohet edhe çelësi interpretues i veprës. Ajo ndërtohet mbi një sistem metaforash dhe simbolesh që përfaqësojnë botën e brendshme të njeriut. Metaforat Kopshti i ëndrave, atelia e shpresave dhe kopshti i kujtimeve krijojnë një hapësirë poetike ku ndërthuren kujtimet, dëshirat dhe përvojat jetësore. Kopshti bëhet metaforë e ekzistencës njerëzore, ndërsa ëndrat dhe kujtimet shfaqen si elemente formësuese të identitetit individual. Po ashtu personifikimi në vargun diçka koha kishte harruar, i jep kohës tipare njerëzore, duke e paraqitur ato si një forcë që ruan, transformon ose humbet kujtimet. Flutrat, pemët dhe fëmijëria funksionojnë si simbole të lirisë, pafajësisë, shpresës dhe kalimit të kohës. Një aspekt tjetër i rëndësishëm i vëllimit është prania e poezive me karakter kritik dhe sensibilizues, poezi si Tregtia me njerëz, Njeriu dinak, Mos më pengo dhe Stop dëshmojnë për një vedije të qartë sociale dhe qytetare. Përmes një menaxherimit të qartë, figuracione të pasur dhe ndjenjes së sinqert lirike, Shqepke dhe Zymri Saliu krijojnë një poezi ku kujtesa bëhet vedije, identiteti mbështetet mbi historinë, ndërsa ëndra mbetet hapësirë shpresë për të ardhmen. Në këtë mënyrë, Kopshti i ëndrave dëshmon se poezia mund të jetë një herësh art i fjalës, ruajtëse e kujtesës dhe zë i ndërgjegjës shoqërore. Ju falenderit. Faleminderit shumë, Ardian. Tani për një poezi tjetër, sërish ftoj Kaltrin Lohaj para se të vazhdojnë me përmbledhjen tjetër me poezi. Dua të lexoj një poezi, do ta lexoj nga autorja Zymri Saliu, varur në Çengelin e Paqes, dhe titullohet Aromë kujtimesh. Shpirti kërkon origjinën e jetës, vendin ku mosojnë nullat në djepin e ndërrimeve. Shpirti kërkon natyrën e freskët, aromën e luleve të bardha dhe gumëzhimen e mizave me flatra. Shpirti ylberet e dëshirave, flutra shumë gjyshe si fluturonim dhe mëllkuqet në hijen ku pushonim. E të dehur në aromën e kujtimeve, këndonim këngë dëshire dhe shijonim lulevlirim për çajin e gjyshes. Më kot shpirti kërkon, gjithçka pas ka ndryshuar, as hithat nuk qenë kanë si dikur, vetëm aromë në kujtimeve, më grish andej e më hedh këndej, në mallin e pashuar. Në fakt dua t'ju përshëndes gjithë mësimdhënësve dhe mësimdhënësit që jeni këtu, po i mbeta borxh ta përshëndes kujdesaren time shkollës fillore, zonjën Habiba Haxhi Musa, edhe arsimtaren e kimisë Hidajet e Qerimit, të cilat kanë lënë gjumë dhe vazhdojnë të lënë në jetën e secilit prindërve. Faleminderit shumë.
të gjithë mësuesit e meritojnë respektin dhe dashurinë tonë dhe meritoni t'ju paraqesin sa më shumë në sipërfaqe. Falenderoj Plus Televizion që po bën xhirimin e kësaj ngjarje, pastaj do ta shikojmë më vonë dhe Gani Kryeziun që gjithmonë është i pranishëm në këtë ngjarje kulturore. Autoria sot do të prezantoj para jush edhe përmbledhjen tjetër me poezi me titull Varur në Çengelin e Paqes. Me kënaqësi e lus për një vlerësim recensuesin Muzafer Ramiqi. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar profesorët e historisë lokale komunale të Vitins, por më shumë të nderuara arsimtare, mësuese, ju që jeni drita e kombit tonë. Një respekt shumë i lartë për gjitha ju ato që jeni. Nuk e njoh shumicën, por ato që njoh dhe ato që nuk e njoh kam respekt, sepse kam lexuar librin paraprakisht dhe është një krahasi shumë e madhe që jam këtu para jush. Është emocion i veçantë sot dal për jush, edhe pse kam qenë shumë herë tjera se në rolin e recenzentit, por sot kam një ndjenjë dhe emocion të posaçëm. Dhe i kërkoj falje nëse rastisht bëj ndonjë gabim teknik, sepse vërtet ndjem shumë i privilegjuar që jam para jush sot. Zymëria është për mua më shumë se një autore. Është një bashkëpunëtore, është një shoqe, është një mike, është gati si motër. Ajo që na bashkon me zymërinë është zelli i saj shumë i madh i pashot që të krijoj, të punoj që të lexojmë në letërsinë shqipe, por edhe në libra të tjerë në sfera të tjera të kulturës shqiptare. Ajo është një nga persona që vërtet është për të marrë shembull, sepse ka një leramani të krijimtarisë saj, mirret me poezi, mirret me monografi, mirret me biologji, me shumë gjëra të tjera. Sot do të flas shkurtimisht, sepse nuk do të marr kohë se është pak nxehtë, për librin e saj me poezi, Varur në Çengelin e Paqes. Në këtë libër, autori na sjell një çështje që ndryshe nga ajo që kemi mësuar me lexuar më parë. Ajo përmes librit dëshiron të thej pengesat e zymësisë së përditshmërisë poetike. Për abentimin ndoshta tuajën, ajo na lë me gojë hapur. Unë e kam quajtur poetja e guximit, sepse ky libër ka shumë guxim brenda vetes, ka shumë gjëra që ajo na thot shumë drejt dhe shumë troç. Ajo jam mendime gjysmë hapur dhe gjysmë mbyllur, sepse na lë neve që të vazhdojmë mendimet e saj, na lë neve që të përfundojmë mendimin e saj që e ka thënë në librin e saj. Ajo të hap syt, të hap veshët dhe të hap edhe trurin. Duke nisur nga vetë titulli që shumë i tregues, Varur në Çengelin e Paqes. Ju dini pse çengelja çka është? Çengelja është një mjet i cili ka një grep dhe është përdorur për me varë gjonat. Kështu që shihet se autori ka diçka peng, ka diçka që ka mbetur peng në jetën e saj dhe atë shpreh përmes vargjeve të saj. Normal, kur lexoj poezinë e zymërisë, nuk do të më shkosh nga konteksti i personalitetit të saj. Energjia që poston thash më herët, përkundër sfidave jetësore që ka pas, ato e kanë pjekur dhe rregjur sikur bjeshkët tona. Ajo ka fol kur është dashur me fol, ka hesh kur është dashur me hesht. Dhe sot ka ardhur përmes librit të saj që flet përmes vargut dhe përmes heshtjes së saj. Librin e kemi ndarë në 7 kapituj, sa për informatë është kapitull tematik, dhe ajo që bën dallim nga libri i tij se fillon me prolog dhe përfundon me epilog. Prologu është vetëm një poezi në të cilën e shpreh një mbledh, një mall që ka ndaj rrethonave të përditshme persona. Ajo thot kështu. Është një poezi valli e djallit. Është një poezi shumë e veçantë. Thot me vuajtjen e heshtjes ushqen bëbinë e tij. Gëlltit, dëshirat e jetës, e paqen e magërisë. Kurse përfundi është tash epilogu, aty është vetëm një poezi e vetme. Është një poezi që vërtet ta djeg shpirtin. Është një poezi që e tregon gjithë llojin e zhgëbimin e saj që ka për humbjen që ka pasur gjatë jetës. Është kushtuar vllaut e saj dhe kushtuar gjithë familjarëve që ka humb. Po lexoj për ju, nëse ka mundësi.
si të bëj paqe me ty. Si fëmijë, ëndrat na ke ndalë, botën e ke thy, si të bëj paqe me ty. Çfarë kishim ne? Ende ishim fëmijë, donim kujdes dhe dashuri, pritët na i morre, vllahun, motrën, e si të bëj paqe me ty. Ka që kësho për sot, ju e dëshoj të të barë me takimit e radhës. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit Muzafer. Kemi akoma Shqipe Malushi, aktiviste e shoqatës Motrat Qiriazi në New York, përshëndet këtë promovim të zymries si aktiviste dhe autore e librit Roli i femrës në arsimin shqip. Fjalët e Shqipes do t'i përcjell me poezi që do t'a deklamoj aktoria jone e madhe Kumrie Hoxha. Faleminderit. E përshëndes vitin më së pari, faleminderit që jam sot këtu. E përgëzoj zonjën Zymrie Salihu për librin, edhe duhet të jemi krenar të gjithë, që kemi gratë zonja si zonja Zymrie. Era, me pendën tënde e shkruaj këtë këngë, të një shpirtit të humbër në kërkim të një miku, përmes heshtjes se kësaj nate të vetmuar kërkoj një qast preje. E di që dashuria ime është erë, duke fryrë zjarin mira mila largë në pritje të shiut, ku shedi se kur. Gjersa i luftoja vetë me hijet sfilitëse, dhe në rrugtimin tim të shpresës, kërkoj vetëm një moment kënaqësie në thellësin e shpirtit tënd, që më dridhëron si hëna e rënë. E humbër sërish në dashuri si në ëndër, duke vallëzuar me erën për herë të parë dhe të fundit që kjo këngë të lindë. Faleminderit. Faleminderit shumë, zonja Kumrie, për prezencën tuaj dhe për këtë deklamim. Dhe sigurisht, çdo libër ka një histori, prandaj me shumë respekt dhe kënaqësi e ftoj zonjën Zymrie Salihu të marrë fjalën dhe të ndajë me ne përjetimet rreth këtyre 3 veprave, rrugtimin e tyre krijues dhe emocionet e këtij momenti. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë vapë të madhe verore. Faleminderit shumë. Të dashura mësimdhënëse, familjarë të mësuesve që nuk jetojnë më. I nderuar nën kryetare dhe pse shkoj me bashkëpunëtor, kryetari i Kuvendit Komunal Bekim Azizi, e dashura Safete, bashkëpunëtore dhe artiste. Bashkëpunëtore imja e kohëve të vështirën. Në atë kohë, Safet jam bashkë me shumë aktivistet e tjera, zhduknin në analfabetizmin. Ashtu si mësuesët e para që fillun ashtu dhe Safetja e vazhdojnë periudhën e viteve 90 atëherë kur vajzat shqiptare fillun të ndalën nga shkolla. Përshëndetje për artistën e madhe Kumrie Hoxhën. Gjithashtu përshëndes 2 kryetarët e komunës, kryetarin e parë sa me Dalipin, njërit edhe redaktori imi, po kësaj here si kryetari i parë i Kosovës pas luftës. Gjithashtu edhe Musa Mesimi, kryetari ditë i komunës Vitis. Përshëndetje për ish deputetin Arsim Ademin, drejtorin e kulturës Ndisar Ademin, zonjën e nderuar Arta Ajeti, drejtoreshe e arsimit, drejtor të shkollave, sekretar,
redaktorin tim Samet Dalipi, Dije Lovaj, gjithashtu recensentën, Musafer Ramiqin, Kaltrinën e dashur, Meç Kolek, Kushëri, bashkëfshatar, shoqëria ime e dashur e Gjeneratës. Gjithëherë I kam afër edhe me gëzime edhe me dhënime dhe gjithëherë bashkë. Familja ime dhe gjithë ju të praneshëm. Mirë se keni ardhur në këtë promovim, faleminderit që keni gjetë mundësinë dhe keni ndarë kohën në këtë vap të madhe. Për mua është një ditë donëtanse, të veçantë dhe shpirtërore, kulturore dhe njerëzore. Nuk promovohen vetëm 3 librat mia, promovohen 3 rrugtime të ndryshme të jetës ime. Rrugtimi I hulumtimit shkencor, rrugtimi I kujtesës familjare dhe rrugtimi I krijimtarisë poetike, secila ka rëndësinë e vet veçantë. Libri Roli I femrës në arsimin shqip në komunën e Vitis 1950 boron nga dashuria për historinë dhe arsimin. I kushtohet mësimdhënësve të dashura, femrave që ishin zëri I guximit, shpërndarjes së dijes dhe bartëse të emancipimit të zgjimit të shoqërisë tonë. Puna në këtë vepër më riktheu në kujtesë, sakrificën dhe përkushtimin e tyre. Ju nuk ishit vetëm mësuese, ju ishit edukatore të jetës, bartëse të dritës dhe dijes në kohën më të vështira, kur mungonin kushtet elementare për jetë dhe mbështetja shoqërore institucionale. Megjithatë, ju nuk u dorëzuat. Me përkushtimin tuaj ngritët themelët e një shoqërie më të arsimuar dhe më të vetëdijshme. Të nderuar të praneshëm, kjo vepër synon të ruaj kujtimin dhe kontributin e mësueseve si dëshmi e një historie që nuk duhet harrohet kurrë. Mësimdhënëse të dashura, falë punës dhe sakrificës suaj, shumë femra shqiptare dolën nga izolimi, filluan të arsimohen dhe u bën pjesë aktive e jetës shoqërore. Ju kontribuat në largimin e paragjykimeve dhe pengesave të shumta që kishte femra shqiptare, kontribuat në heqjen e perdës së zezë. E që fatkeqësisht sot shohim se disa prej këtyre dukurive po rikthehen, gjë që na obligon të reflektojmë mbi rëndësinë e arsimit dhe emancipimit. Prandaj, nuk mund të mos e shpreh shqetësimin tim se si disa dukuri të cilat mendonim se I kishim lënë pas në histori, sot po shfaqen sërish në forma të ndryshme. Kjo na kujton se liria, emancipimi dhe arsimi nuk janë fitore të përhershme për vlerat që duhet I mbrojmë dhe të kultivojmë gjithmonë. Në fund, minjojen time të thellë për të gjithë ato dhe ata që kontribuan në realizimin e këtij botimi. Për këtë vepër mbështetjen e parë e mora nga profesori ynë I ndjer, Ramadan Musliu, të cilit do t'i jem minjas gjithmonë. Falenderoj me respekt veçantë mësuesin Gjylinaze dhe veteranin e arsimit Muj Berishën, të cilët gjatë kohës së finalizimit të librit ndruan jetë dhe si dhe familjarët e mësimdhënësve që fatkeqësisht nuk jetojnë përndon kujtime, dokumente dhe biografi të çmuara. Minjoje I shpreh mësuese veterane, drejtorisë komunale të arsimit në krye me drejtoreshën Arta Ajeti, drejtorëve dhe sekretarëve të shkollave, bibliotekës komunale, këshillave të fshatrave dhe të gjithë atyre që ndihmuan në mbledhjen e materiale dhe dëshmive historike. Falenderoj redaktorin Samet Dalipi, recensentin profesoreshën Dije Luhaj, lektorën profesoresh Hatigje Lalën, bashkëpunëtorin teknik Meç Kolek dhe shoqërinë time të cilët me përkushtim më mbështetën deri në përfundim të kësaj vepre. Falenderim për shoqatën e shkrimtarëve dhe krijuesve Ramadan Musliu dhe kryetarin e saj Fadil Baze, gjithashtu falenderoj kryetarin e komunës Vitis Sokol Halitit, të cilët më mbështetën materialisht në botimin e këtij libri. Mësuesit të dashura, ju jam mirënjohëse pafundësisht. Nëse në këtë botim ka ndonjë lëshim të paqëllimshëm, është pasojë e mungesës të dhënave të plota dhe jo mungesë e respektit ndaj askujt. Të nderuar pranishëm, në vend të veçantë për zemrën time zëdhi libri Kopshti I Ëndrave, I realizuar në bashkëautorësi me vllaun tim të ndjer Shefkiun.
Pas largimit të tij nga kjo botë, gjeta një pjesë të dëshkrimeve dhe krijimeve të tij të viteve të fundit të jetës së tij. Ndonse ai do të ketë lënë edhe shumë të tjera, por fatkeqësisht nuk arrita të gjej për shkak se shumë materiale të grumbulluara si nga revista shkencore, kulturore, historike, materiale të tjera, gjatë ndërrimit të vendbanimeve familjar, të mundu me i siguru më mirë në vendet të sigurta i kam humbur gjatë luftës. Këto pa krijime të gjetura të vllaut, duke i sistemuar dhe përgatitur për botim, shpesh ndihesha sikur po vazhdon një bisedë të papërfunduar me të. Ky libër për mua është më shumë se si një përmbledhje shkrimesh, është një urë mes kujtimesh dhe përjetësisë, një dëshmi se fjala e shkruar mbetet e gjallë edhe kur autori nuk jeton më. Dashuria dhe kujtimi për të është gjithmonë. Të nderuar pranishëm, përmbledhja me poezi varur në çengilin e paqes sjell një reflektim poetik mbi kohën tonë, mbi dhimbjet, mbi shqetësimin, mbi shpresat dhe pyetjet që njeriu vazhdon shpesh t'ia bajë vetes dhe botës. Për botimin e kësaj përmbledhje falenderoj Komunën e Shtimës, përkatësisht Drejtorinë e Kulturës dhe Rinisë së Sporteve që më ndihmoi botimin materialisht. Në fund, nëse këto 3 vepra arrin t'i prekin sa do pak mendjen dhe zemrën e lexuesit, atëherë do të ndihem e përmbushur dhe misioni im do të ketë kuptimin e vet. Dhe krejt në fund po e mbyll me fjalimin për krijimet në këtë rast. Njëra lind nga dashuria për dijen, tjetra nga dashuria për kujtimin dhe e fundit nga dashuria për poezinë. Të trija së bashku janë një pjesë e zemrës time. Ju falenderit për pranimin dhe mbështetjen tuaj. Mirupafshim në faqet e këtyre librave. Falenderës. Zëvërie, të falenderojmë për kontributin tënd të çmuar në ruajtjen e kujtesës historike përmes monografisë kushtuar mësueseve dhe në pasurimin e letërsisë sonë përmes 2 përmbledhjeve me poezi. Të urojmë shëndet, frymëzim dhe suksese të reja krijuese. Në emër të shoqatës së shkrimtarëve dhe krijuesve Ramadan Musliu në Viti, ju falenderoj për pranimin tuaj, për vëmendjen dhe për mbështetjen që jepni librit, kulturës dhe krijimtarisë sonë dhe ju ftoj të vazhdojmë bisedat me autoren gjatë koktejit të shtruar për ju nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në pjesën tjetër të Shtëpisë së Kulturës. Mirupafshim në aktivitetet tona të ardhshme të bukura si kjo.